Shikues të dashur, me shpresën që po vazhdoni të kaloni mirë bashkë me neve, tashmë jemi në pjesën e dytë, edhe të ftuara në radhë se kemi këtu në studio. Kam kënaqësinë që e kemi një zonë shumë të nderuar edhe të dashur faktikisht për gjithë ju, që tashmë e njehni. Me neve sot është Vjosa Sadreu Hamiti, me cilin do të flasim për një projekt i cili kontekstin e ka mjaft interesant, kështu që për çka bëhet fjalë vazhdoni të qëndroni me ne sot. Mirëmëngjes zonja Sadreu apo Hamiti? Hamiti. Mbi emrin e ke ma për shefi mbi emrin e... Po tash jam mbi 20 vjet, 20 të sa vite martuar. Janë dy bjerna që veç janë bë për mu njëjtë. E ke njëjtë, edhe nuk din me bo. Që besa tash edhe me mosh, priton mi shënu dhe të shënon vetëm Hamiti se kom problem. Se ki problem? Se nuk është problem se është tematizu shumë tek ne, jo tek ne, po, sidomos të vajzat e reja që martohen, e kam pjesë të identitetit i cili edhe kuptaj, po me ko mësoni. Atëherë, projektit, ajo që do flasim vazhdim, pra trajton një temë, për mënyrën se si po formuat identiteti kulturor i të rinjve në Shqipëri dhe në Kosovë në ndikimin e gjuhës dhe kulturës gjermane, pra në kontekstin e globalizmit. Më thuaj fillimisht, çka është ideja e krejt këtij projekti? Çka synon ky projekt në vendin tonë? Unë, si profesorisht e gjuhës gjermane në UP, në departamentin e germanistikës, kam bëj shumë hulumtime edhe majmësim edhe për shumë gjuhësin, domethënë në rrafshin sociolingvistik, bëj hulumtime, gjithashtu se si ndikon shumë gjuhësia në përditshmërinë tonë e kështu me radhë. Ideja ishte me kolegën time Brikina Kadzadej në Tiranë që të analizojmë se si studentët e shohin ndikimin e gjuhës gjermane në identitetin e tyre, në personalitetin e tyre. Por kësaj here, kjo është një projekt i fituar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës Teknologjisë në Kosovë, ku jam unë jam bartëse projektit, mirë po jam edhe me dy profesoreshën Alina Dushin edhe profesoreshën Arnora Bajraktarin, që jemi antarët të projektit në Prishtinë, kurse në Tiranë kemi si eksperte të jashtme profesoreshën Brikina Kadzadej. Pra është projekt mes dyja vendeve? Po, sepse kemi dash të hulumtojmë jo vetëm Kosovën, se si ka ndiku gjermanishtja të të rinjët, por edhe në Shqipëri. Ideja fillestare, si që thash, ishte me profesoreshën Briken, ishim në një konferencë, dhe ishte pikrisht tema kjo e shumë gjuhësisë, dhe filluam bisedojmë si do të mundim të analizonim. Edhe si do të mundim të nxjerrim hipoteza se a ndikon për të mirë apo për të keq e kështu me radhë. Pra ideja është vetëm tek studentët, apo? Po, tek studentët. Domethënë se ne të bënim pyetësor do të ishte një formë jo fort e mirë për shkak që studentët do të, apo ai i cili do ta pyesnim, do të bëhej do të kishte më shumë kujdes se si do të përgjigjej. Domethënë ne nuk donim paragjykonim asnjënin prej rezultateve. Kështu që vendosëm të bëjmë formën më të mirë që studentët të shkruajnë ese, se si kanë rënë kontakt me gjuhën gjermane, si ka ndiku gjuha gjermane tek ta, a ka dallime për shembull mes Kosovës dhe Shqipërisë në kontaktin me gjuhën gjermane dhe perceptimin e gjuhës gjermane. Dhe fatbarësisht në këtë mini projekt morëm pjesë 37 studentë, 18 ishin nga student Universitetit Prishtinës dhe 17 nga Tirana. E bukura e tyre është se ishin student të masterit, që do të thotë, ata veç e kanë edhe gjuhën gjermane veç e njohin nivel më të mirë, dhe kanë pasur përvoja të ndryshme me vendet gjermanofolse ose student, kur kanë bërë ndaj exchange, ndaj mobilitet, e kështu me radhë. U bën ato eset dhe tani ideja ishte si ato eset të lexohen sa më shumë. Të rinë zakonisht pritojnë të lexojnë më sot, edhe mënyra e vetme se si do të mundin ata të lexonin ato eset atyre studente që tjetë i qasshëm edhe për telefona, kështu që jam e lumtur që për herë të parë
atë sa e kom marrë vesh, si e-book, i kemi po pohet, do të lansohet këtë javë këtë projekt. Do më thonë, aty do t'jenë të gjitha eset e studentëve, është bërë një parathënje se si është metodologjia, se normal nuk ju kemi thënë, ju do të shkruani një ese, mirë po ju kemi dhënë rregullat e përgjithshme të eseut, kurse ata, si temë, të gjithë e kanë pas të njëjtë, ndikimi i gjermanishtës tek ta. Pastaj, çka gjetët në këtë projekt? Sa kishë ndiku gjuha gjermane në identitetin e studentëve të Kosovës dhe të Shqipërisë? Sidomos, çka vrehet është kontakti i parë me gjermanishtën, të studentët në Kosovë është më emocional, është lidhet shumë me të shkuarën tonë, lidhet me migrimin, me familjar, kurse në Shqipëri kryesisht ishte kontakti përmes institucioneve shkollore, edhe mbi të gjitha për punësim apo karrierë, që do të thotë kontaktet e para ta quaj në Kosovë janë më shumë kanë më shumë lidhje emocionale për shkak të familjarëve apo për shkak të luftës, po ashtu kemi pasur shumë emigrant gjatë kohës së luftës në Gjermani. Mirë po edhe angazhimit të Gjermanisë në shtetë ndërtimin tonë. Domethënë ishin këta faktorë të cilët ne me pyetësor nuk do të mundim kur t'i gjenim, por për shkak që kanë shkruar edhe është metoda më e mirë si ese reflektive ku e nxjerrin tani me analizë diskursit janë nxjerrë të gjitha termet edhe çka neve na intereson. Çka kishte ndiku ndoshta që studentët ata të cilët nuk e kanë studiuar gjuhën gjermane nuk e kanë. Çka kishte ndiku pra krejt kjo kultura gjermane në identitetin e të rinjve tonë? Përveç që ata i kanë kujtime, dikush ndoshta e ka mësuar në kontakti parë me gjuhën gjermane, qoftë përmes televizionit, qoftë përmes një lidhje familjare kështu? Po, pikërisht. Edhe kjo ndarja është shumë interesant, për shkak që për shembull prej studentëve në Prishtinë, mirë po edhe në Tiranë ishte një kishin mësuar gjermanisht, kishin qenë si refugjat në Gjermani dhe ishin kthyer. Domethënë, si fëmijë shumë të vegjël në mbedije kishin gjermanishtën me veti. Metoda tjetër kryesisht në Kosovë, jo në Shqipëri, ka pas student që përmes televizionit e ka mësuar gjuhën gjermane. Edhe është e bukura ata studentë të cilët e kanë mësuar gjermanishtën në institucione shkollore, është shumë interesant se si në fillim e përshkruajnë si toft, shumë rregulla, e pa kuptim, e vështirë, mirë po me kalimin e kohës, ata e kanë kuptuar që nuk është ashtu, por si rezultat, kisha më thonë, ka dalë që gjermanishtja ja u ka mundësu një mendim ndryshe, një sjellje ndryshe, ka ndiku sidomos pozitivisht në ndërtimin e identitetit në tregun global, sepse me gjermanishtën, sipas eseve që i kemi analizu, ata thanë që tani janë ma preciz, për shembull me gjermanisht, në gjuhën gjermane mendojnë kur të kanë me zgjidh probleme, që është interesant, jo me gjuhën anëtare, po me gjuhën gjermane. Me gjuhën gjermane mendojnë, apo edhe komunikojnë, edhe mes shoqërisë tyre, kur mundohen të bëjnë ndonjë plan, e kurse gjuha shqipe mbetet gjuha e emocionit, gjuha me cilën krenohen, edhe është interesant se se me kur të mësohet një gjuhë, nuk mësohet vetëm gjuha si sistem gjuhësor, por mësohet përmes kësaj mësohet edhe kultura. Pra me atë sa po vrej, ka pas ndikim pozitiv në krijimin e identitetit, në mënyrën se si ata e perceptojnë të ardhmen, krijojnë mendimet, i zgjedhin problemet. Edhe më e bukura e krejt këtij hulumtimi, mendoj unë që ka dalë që
përmes mësimit të një gjuhe, dhe më thonë një kulture të re, e vlerësojnë edhe çmojnë kulturën e tyre edhe ma shumë. Që do të thotë, përmes vizitave, romaneve, literaturës, kanë fillu të duan edhe të çmojnë edhe më shumë kulturën tonë. Ju jeni edhe profesoresh edhe edhe faktikisht gjithë ne që të njohim e dim që jeni profesoresh, atë studentët cilët vendosin të studiojnë gjuhën gjermane, cilat janë arsyet kryesore që ata zgjedhin? Do shta kanë synim që të migrojnë ose të shkojnë në vendin në shtetin e Gjermanisë, të punojnë atje, apo të punojnë do shta edhe në vendin tonë? Para 2-3 viteve kom pas pikërisht një projekt ku jom kom hulumtu se si Gjermanishtja u shëndru në promotorët e punësimit. Ne këto prej pas luftës kemi pas fazat të ndryshme që studentët, arsyet e studentëve që kanë ardhur të studiojnë, për shembull para lufte ka qenë më shumë se s'kan pas edhe shumë rrugdalje tjetër, kanë ardhur kanë studiu gjermanisht mirë, po ata sot janë ndër shumë profesor të njoftun të gjermanisht në përshkollat të ndryshme. Është interesant, për me migru në Gjermani ka qenë vetëm një kohë, nuk po më kujtohet tash para një 10-15 viteve, ku kanë menduar që të vinë në UP të regjistrojnë gjermanisht edhe me njëherë të migrojnë, mirë po ajo nuk zgjati shumë, për shkak që me gjuhën gjermane si shkatësi edhe pastaj edhe diploma që i morën, fitohet shumë mirë edhe në Kosovë. Nuk po flas këtu vetëm për call center, sepse në shumicës qytetarëve ju shkon mendja te call center, është fitim shumë i mirë, sidomos për student, por me kalimin e kohës edhe lodhës për atij profesioni. Mu më gëzon fakti që studentët tanë po punojnë në për institucionet të ndryshme arsimore, edhe që bisa dhe shtetërore, do më thonë administrat, ku gjermanishtja është bën një aset shumë i vlefshëm për ta. Do më thonë, mund të më thënë që studentët studiojnë tani kryesisht për më arrit, më mbet këto, edhe më studiu, me punu. Sepse njëra, si që thash, arsyeja do të migronin, shumica kanë thënë, ishin një 700 diçka respondent, edhe paramendoni mbi 60% i marrin gati 2.000 euro në muajt. Po më në Kosovë? Në Kosovë, të e pas familjen. Sigurisht, ajo është vetëm një pjesë, mirë, po është tregus relativisht i mirë. Mirë, po sa mundër, a ka shumë treg punës, ose si është tregu i punës për këta që përfundojnë gjuhën gjermane? Është bukurigjan. Për pas shkollave si publike o private, kurseve të ndryshme, kërkesa është shumë e madhe, të jesh profesor i gjermanishtës i mirë, paguash edhe ma shumë se sa të tjerët, sidomos në... Që dim që nuk ka dhe shumë profesor të tillë në Ka mjaftueshëm, mirë po problemi është që shumica po shkojnë në institucione private, për shkak që edhe është që institucionet publike, do të thonë se gjermanishtja është lëndë obligative për klasës 6, mirë po problemi është që nuk po ka mësimdhënës, sepse shumica, më paramendoni, ka komuna që fare nuk kanë mësimdhënës, angazhojnë student, për shkak që ata shumica punojnë në sektorin privat, o në për shkolla private, o në për zyre të ndryshme si call center. Është një dukuri shumë interesante këto 2-3 vitet e fundit, tani kanë ardhur si outsourcing, janë studentët cilët punojnë për zyrat të mëdha, me o çështje administrative që po bëhen tash online, se prej pandemisë ka ndryshuar edhe sistemi i punës, po shohim që shumë gjëra që janë bërë përpara në zyre, po mundën të kryen jo vetëm
online nga shtëpia, po nga një shtet komplet tjetër. Do të thonë, qëto 2-3 vitet e fundit është shumë interesant, edhe kjo bransh është rritë bukur shumë. Mirë po, keni plane që me vazhdu dhe me projekte të tjera? Gjithsesi. Çka ke diçka kështu që e keni menet që kështë bu? Po, e bukura e këtyre projekteve që bëhen është sepse angazhon edhe student. Projektin e parë i kisha 16 vajza, të cilat ishin pjesë të projektit. Mirë po, për këtë projektin tani ishin 4 studentet e mia, 2 ishin të doktoratës dhe 2 studentet masterit. Do të thonë, një farë mënyre edhe studentët bëhen pjesë e gjithë projektit, edhe e mësojnë një metodologji apo një punë ekipore e kështu me radhë. Për tema, ka shumë tema të cilat mund të analizojnë edhe do duhej të hulumtohen tek ne. Janë që lidhen pak me diskursin politik, diskursin publik, kisha më thënë, sidomos populizmin në gjithë botën, janë projektet që veç kanë fillu edhe bëhen. Do të ishte interesant të bëhet edhe një projekt ku do të analizohej diskursi populist në Kosovë. Po besoj që keni me përfundu edhe këto dhe uroj që të shkoj gjithçka mirë në mbarë. Zonja Hamiti, ishte kënaqësi të kishim sot në emisionin e mëngjesit dhe të flasim për këtë projekt mjaft interesant edhe të rëndësishëm, do të thoja. Po. Fakti që të dim pra se si ka ndiku krejt kjo ndikimi pra gjuhës gjermane në identitetin e rinis tonë, edhe studentëve tonë, po ashtu edhe nga Shqipëria. Uroj që të kemi prapë për projekte të radhës. Ishte kënaqësi. Faleminderit ju.